Besoj një javë dy kur kryeministri lavdrohej me numrin e madh të xhirollogarive të hapura, të cilat edhe atëherë unë i quajta se janë vetëm tokenizëm, një reagim tek kozmetik i pa bazë, sepse qëndrueshmëria ekonomike e grave nuk varet nga xhirollogaritë, apo xhirollogaritë duhet të shoqërohen me një qëndrueshmëri tjetër ekonomike dhe jo vetëm për të shpërndarë asistenca financiare. Dhe tash para mendoni nëse pas kësaj ti flet për një herë për një shtrejtim marramendës të energjisë elektrike që rezulton në shtrejtime të produkteve të tjera esenciale për jetë dhe po mendoj jeta e grave në Kosovë po vjen e po bëhet më e vështirë. Dhe në atë kulet kur i bëjmë prioritizimet, kush çka gratit gjithmonë mbeten në fund të asaj liste. Dhe mu për këtë reagimet e mia ndaj shtrejtimeve shkojnë atë që vetëm shtojnë pabarazin, vetëm varfërojnë gratë tutje dhe vështirësojnë jetën e tyre. Dhe çfarë do shtrejtimi, çfarë do inflacioni, e ka një emër mbrapa që është korrupsion. Dhe nuk ka tjetër, sepse edhe mënyra si bëhen paralajmërimet, mënyra se si vjet deri tek shtrejtimi, që është një farë mënyrë të tinzare, i vë gratë në një farë pozicioni si të kapur, të themi, pa pasur mundësi që ta ndikojnë. Por unë mendoj që megjithatë duhet ngritur zërin dhe që shoqëria të jetë më e zëshme në kuptim të padrejtësive dhe posaçërisht në këtë rast të energjisë elektrike, por shtrejtime kemi parë në çdo aspekt, por unë e kam lidh shumë lehtësisht shtrejtimet me pozicionin që po shkon në degradohet i grave në Kosovë, dhe kjo më dhem dhe për këtë edhe kam reaguar dhe besoj që duhet një reagim edhe më i fuqishëm. Shumë mirë, po ka zëra të cilat ngritëm pavarësisht se janë ata kanë gjinë mashkullor apo femëror apo fëmijët tonë apo jo fëmijët tonë, atëherë vjen që jemi të lirë të japim mendimin edhe të kërkojmë, sepse tek e fundit sepse nuk i kishte as 10 ditë më parë, besoj një javë dy kur kryeministri lavdrohej me numrin e madh të xhirollogarive të hapura, të cilat edhe atëherë unë i quajta se janë vetëm tokenizëm, një reagim tek kozmetik i pa bazë, sepse qëndrueshmëria ekonomike e grave nuk varet nga xhirollogaritë, apo xhirollogaritë duhet të shoqërohen me një qëndrueshmëri tjetër ekonomike dhe jo vetëm për të shpërndarë asistenca financiare. Dhe tash para mendoni nëse pas kësaj ti flet për një herë për një shtrejtim marramendës të energjisë elektrike që rezulton në shtrejtime të produkteve të tjera esenciale për jetë dhe po mendoj jeta e grave në Kosovë po vjen e po bëhet më e vështirë. Punën që kemi bërë përgjatë viteve bashkërisht me krejt gratë e Kosovës, kemi shpresuar që ditë më të mira do të na vinë dhe jo që ditët po vijnë po na errësohen për çdo ditë dhe që në anën tjetër nuk ka një llogaridhënie dhe kjo është akoma më shqetësuese.